Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka arritur të formojë grupin e saj parlamentar në Kuvendin e Kosovës. Lajmin e ka konfirmuar për Telegrafin zëdhënësi i AK-s, Kushtrim Xhemaili. Edhe pse partia Ramon Haradinajt ka vetëm 5 deputet, një më pak se numri minimal i kërkuar prej 6 anëtarësh për të krijuar një grup parlamentar, ajo ka siguruar këtë përmes mbështetjes deputetes Duda Barje. Me bashkimin e saj, AK ka përmbushur kushtin e nevojshëm dhe tashmë do të ketë grup të veçantë parlamentar në kuvend. Kombëtarja shqiptare ka nisur grumbullimin në Barcelonë në prag të dy ndeshjeve të fundit të fazës kualifikuese ndaj Andorrës dhe Anglisë, të vlefshme për botorin 2026, ku shëzimit janë me moral të lartë pas 3 fitore të radhasi, ndërsa mbrojtësi Mario Mitaj në një prononcim për FSHF.org është shprehur optimist për vazhdimsinë e këtij momenti pozitiv, duke theksuar rrëdhësinë e sfidës së parë me Andorrën. Janë dy ndeshje shumë të rëndësishme e dim çfarë presim, i njohim kundërshtarat, sidomos ndeshja e parë ndaj Andorrës, e cila është shumë e rëndësishme, ku duhet e jemi të gjithë shumë të fokusuar, u shpreh Mitaj. Duhet si kombëtarës theksoj se grupi ndodhet në një moment shumë të mirë dhe se objektivi i ekipit është vetëm fitoria. Jemi këtu pas 3 ndeshjeve të fituara, jemi në një moment shumë të mirë, besoj se do të vazhdojmë në të njëjtën mënyrë. Është një ndeshje që do ta fitojmë se s'bën, duhet të futemi vetëm për fitore, të gjithë çunat janë në formë, shumë të mirë, jemi të gjithë shumë të karikuar, e dim rëndësinë e kësaj ndeshje dhe besoj se do të futemi dhe do të japim maksimumin, shtoi ai. Mitaj vlerësoi kundërshtarin e radhës, por u shpreh se besonte për zhëndrimit e loja e skuadrës. I njohim kundërshtarët si Andorra, të cilët mbrojnë shumë dhe rrinë mbrapa, por besoj se mënyra se si do të futemi në lojë, sa të përshëndruar do jemi, do të bëjë diferencën. Në vijim ai foli edhe për formën e tij në klub dhe ndikimin që kjo ka në parashitje me kombëtarin. Gjithmonë nëse bëj mirë me klubin, kjo ndikon edhe te performancat e mia me kombëtarin. Në përgjithësi jam i lumtur që parashitem mirë dhe besoj se kjo do të ketë impakt më të mirë në kombëtare. Në fund, mbrojtësi Kuqezia mbylli me objektivin e qartë të grupit për 2 ndeshjet e ardhshme. Objektivi është vetëm që të shkojmë në play-off. Jemi shumë afër, na duhen edhe këto 2 ndeshje, fillimisht fitoria e parë me Andorrën dhe më pas shikojmë Anglinë. Ky është objektivi, të shkojmë në play-off, theksoi ndër të tjera Mitaj në prononcimin e tij.